Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërinj, historia e radhës në fakt që po sjellim pranë jush është një histori shumë e dhimbshme. Një histori që është një sekret i fshehur, i mbajtur në shpirt dhe realisht vajza e cila ka shkruar këtë rrëfim e tregon se sa të rëndë ka ta mbaj këtë sekret. Çdo të thot sekreti, çdo të thot mashtrimi. Unë mendoj që sekretet, mashtrimet, kur janë të adresuara për dikë tjetër, me patjetër që një ditë do të dalin. Nuk ka shansa njeriu të ikë nga ky univers dhe të merr atë të fshetën brenda vetes së tij me vete. Nuk ekziston. Më thënë, historia na ka mësuar që gjithmonë e vërteta ka triumfuar. Në të gjitha format e veta e vërteta ka dalur. Dhe pikërisht historia që do të lexojmë sot është një rrëfim që kjo vajzë, kjo bie kësaj shtëpie, e ka të ngulitur në shpirt atë se çfarë ka parë tek kunata e saj, domethënë tek nusja e vllaut të vet. Ka sekrete thotë që nuk thuhen kurrë me zë, por që flasin brenda teje çdo ditë. Sekrete që nuk i sheh askush, por që të ndryshojnë mënyrën se si ec, si flet, edhe si buzëqesh. Sekreti im thotë është i tillë. Një barë që e mbaj prej vitesh dhe që më ka mësuar se njeriu mund të jetoj, por edhe mund të vuaj në heshtje. Pa e ditur askush sa e rëndë është ajo që ai e ka brenda. Ishte një periudhë kur familja jon po përpiqej të dërtonte diçka të re. Vëllai im sapo ishte kthyer nga emigracioni me nuse, kishte i shkreti shpresë, kishte plane, lodhje të vjetra dhe ëndra të reja. Unë isha e martuar dhe jetoja veç, por shkoja shpesh tek shtëpia e mamit, sepse aty gjithmonë kthehesh për të ndjerë fëmijë, edhe kur ti je e rritur realisht. Asgjë nuk paralajmëroi atë që në fakt do të ndodhte brenda asaj shtëpie. Nuk isha duke kërkuar të zbuloja asnjë gjë. Nuk isha xheloze, dyshuese apo kureshtare, thot. Thjesht ndodhi një moment i vogël, një bisedë e dëgjuar pa dashje, disa fjalë që nuk ishin në fakt për veshët e mi. Dhe në ato pak minuta, bota ime u trondit e tëra. E kuptova se nusja vllaut tim po fliste me një mashkull tjetër. Nuk e di sa kohë kishte që zgjase, nuk e di çfarë ndjente ajo, nuk e di sa e vetmuar apo e humbur ishte, ato pyetje erdhën shumë vonë. Në atë moment ndjeva vetëm një zemërim, zhgënjim dhe një ndjenjë detyrimi që sot e kuptoj se ishte e verbër. E përballa, fjalët që i thash nuk ishin të buta. I thash gjëra që sot më duken të pamëshirshme. E kërcënova se do t'i tregoja vllait, familjes, se e vërteta në fakt nuk mund të fshihej. Mendova në atë moment se po mbroja nderin e familjes, se po bëja atë që ishte në thonjza e drejtë. Nuk mendova për pasojat. Nuk mendova se jo të gjithë njerëzit kanë forcën të përballen me frikën. Sot e pyes veten, a e pash frikën në sytë e saj? Dhe unë e injorova? Apo isha aq e verbëruar nga zemrimi sa nuk pash asnjë gjë? Kjo pyetje më ndjek ende. Vllai im ishte në punë, turni i tretë. Jeta dukej sikur po vazhdonte normalisht. Askush nuk e dinte se çfarë po ndodhte brenda atyre mureve. Brenda atij shpirti që ndoshta po thyej ngadalë. Ditën tjetër erdhi telefonata. Një telefonat që mua ma ndali frymën, që më shkulloi zemrën nga vendi, ma hoqi zemrën, kështu klop e nxori.
Fjalë që dëgjova nuk do t'i haroj kur, edhe pse do të doja. Që nga ajo ditë nuk jam më kur e njëjta. Kam jetuar, kam qeshur, kam folur me njerëz, por brenda meje diçka ka mbetur e ngrirë në ato momente. Netët janë më të vështira. Ajo më del në ëndër. Jo si armike, por si një kujtim i heshtur që më shikon pa folur fare. Dhe unë zgjohem me faj, zgjohem me dhimbje, me një peshë në gjoks që nuk largohet. Sekreti im është bindja ime e brendshme se fjalët e mia ishin shtysa e fundit. Nuk them se unë isha arsyeja e vetme, jeta e njeriut është e ndikuar apo e ndërlikuar më shumë se kaq. Por i di që fjalët e mia ranë mbi një shpirt që ndoshta ishte tashmë i lodhur, i friksuar dhe i vetëm. Dhe kjo më mjafton për të ndjerë faj çdo ditë. Vllai im nuk e di të vërtetën. Ai jeton me dhimbjen e tij pa e ditur tradhtin, pa e ditur rolin tim. Dhe ndoshta kjo është mëshira e vetme që i ka mbetur, sepse e vërteta pas kaq vitesh nuk do ta shëronte, vetëm do ta shkatronte edhe më shumë. Edhe sikur ta tregoja sot, nuk do të më besonin, do të më urenin dhe ndoshta do të kishin edhe të drejtë ta bënin atë gjë. Vetëm burimi e di këtë sekret. Ai ka qenë dëshmitari i netëve të mia pa gjumë, i lotëve të heshtur, i momenteve kur unë jam ndjerë e pa denjë për të qenë e qetë. Nuk më ka gjykuar, nuk më ka kthyer shpinën, ka qëndruar dhe kjo më ka shpëtuar ndoshta edhe më shumë se çdo gjë tjetër. Nuk kërkoj justifikime, jo. Nuk kërkoj që dikush të më thotë se nuk kam faj. E di që gabova, e di që fjalët mund të vrasin po aq sa heshtja. Çdo ditë kërkoj falje në heshtje, jo nga njerëzit, por nga Zoti. Dhe shpresoj që një ditë kjo dhimbje të mos më mbaj më peng jetën time. Ky rrëfim nuk është për mëshirë, është për të nxjerrë nga shpirti një barë që ka qëndruar shumë brenda meje gjatë. Sepse ndonjëherë të rrëfehesh, edhe anonim, është forma e vetme për të vazhduar përpara, pa u shkatëruar plotësisht. Në fakt, ky është një rrëfim i ndjerë i kësaj zonje të nderuar, e cila tashmë është shumë vonë. Unë do të kisha thënë që është shumë vonë për ta treguar këtë histori, sepse thjesht, ashtu siç ti e ke thënë, do të lëndosh shpirtin e vllaut tënd dhe shpirtin tënd, edhe pse unë besoj gjithmonë në univers dhe unë e di që universi është ai që bën mrekulli dhe sekretet shpirtërore i nxjerr gjithmonë. Ky është ligj në fakt i universit dhe nuk ma merr mendja që kjo e vërtet nuk do dal kurrë.